Me 23 maj, demokratët do të zgjedhin kreun e ri të partisë pas mbarimit të mandatit të Sali Berishës. Vetë Berisha ka njoftuar se do të rikandidojë, ndërsa procesi ka nisur me zgjedhjet në deg që duhet të përfundojnë brenda 30 prillit. Procesi elektoral i Partisë Demokratike për zgjedhjen e kreut të ri ka nisur në zgjedhjet në deg, të cilat sipas kryesisë duhet të përfundojnë brenda 30 prillit. Ky proces dëshmoj dhe njëherë se ne nuk duhet në asnjë rrethant të heqim dorë nga primarit. Nuk mund të zëvendësojmë ne me asgjë vullnetin të drejtën për vendimarrje të anëtarëve tanë. Janë zgjedhur, janë ndarë me mirëkuptim dhe sa më shumë konsolidohet kjo traditë, aq më e fuqishme bëhet Partia Demokratike. Me 6 qershor pritet të zhvillohet kuvendi kombëtar për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar dhe të kryesisë së re, duke përfshirë nënkryetar dhe sekretarin e përgjithshëm. Në të njëjtin kuvend do të votojnë edhe disa ndryshime statutore, përgatitje nga një grup prej 9 anëtarësh. U tejkalue një mentalitet i prapambetur, paternalist, absolutisht i pa bazë. Dhe unë them që edhe ky dimension kësaj here është një dimension vërtet emancipues. Në mbledhjen e kryesisë dhe gjatë komunikimit me anëtarët, Berisha nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ambasadorit Bashkimit Evropian në Tiranë, të cilin e akuzoi për bllokim të procesit të integrimit evropian të shqiptarëve. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë në Bruksel sillet në mënyrë absolute, sikur të jetë ambasadori i Edi Ramës në Bruksel, sepse të shpallish akshin problem kulturor në Bruksel, problem kulturor të shqiptarëve në Bruksel, siç ka bërë zoti Gonzato, ky është shërbimi më i keq që u bën shqiptarëve dhe unë i them atij zotërie se pegmarrja nuk është kulturë e shqiptarëve, se ky vend dhe ky kombë dhe është një fyrje e rëndë që u bëhet shqiptarëve. Akshi, shkëlqësia juaj është problemi i Baxhanakut Edi Ramës, i bashkëshortes Edi Ramës dhe vetë Edi Ramës. Berisha bëri thirrje për pjesëmarrje aktive në protestën e 22 maj, duke e përshkruar si një kryengritje paqësore kundër akteve antiligjore të qeverisë dhe duke kërkuar mobilizimin maksimal të anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Duhet një mobilizim shumë më i madh. Gjerësot ne kemi bërë përpjekje të mëdha. Përpjekje dhe më të mëdha dhe më të suksesshme kërkohen nga ne, nga çdo shqiptar. Data 22 mars është ditë frymëzimi. Të gjithë qytetarët e këtij vendi duhet të tregojnë zemërimin, revoltën e tyre, të përgjigjemin flak për flak, për t'i thënë Edi Ramës se nuk njohim kurrë qeveritar mbi ligjin. Një tjetër pikë e rëndësishme e fjalës së Berishës lidhej me ndryshimet ligjore që prekin drejtësinë të propozuara nga mazhoranca. Ai siguroi se opozita nuk do të bashkojë votat me mazhorancën për këto ndryshime dhe se çdo vendim do të reflektojë qëndrimet e demokratëve dhe angazhimin e tyre në një sistem të drejtë dhe të pavarur gjyqësor.